Mirë se u gjendëm sërish, sot do të bëjmë një udhëtim pas në kohë, në një prej momenteve më të frikshme të shekullit të 20, një moment kur fati i njerëzimit varej në fije të perit, dhe pyetja që do të na udhëheqë është, si merren vendimet kur presioni është kaq i madh, pothuajse i papërballueshëm. Dhe vetë presidenti John F. Kennedy, një nga aktorët kryesor të kësaj drame, e pranoi këtë. Ai tha se thelbi i një vendimi, pra arsyeja e vërtet, mbetet pothuajse gjithmonë një mister. Kjo na tregon se sa e ndërlikuar është të kuptosh pse liderët bëjnë zgjedhjet që bëjnë, sidomos kur gjithçka është në lojë. Dhe pikërisht këtu qëndron pyetja kryesore, apo jo? Duke marrë si shembull krizën e raketave kubane, do të përpiqemi të ndriçojmë këtë proces kaq të errët. Si ndodhi që dy superfuqi u gjendën sy më sy në prag të shkatrimit? Dhe, më e rëndësishmja, si i adolën të tërhiqeshin? E po, pikërisht këtu hyn në lojë politologu Graham Allison me librin e tij Thelbi i vendimit. Ideja e tij ishte gjeniale në thjeshtësinë e saj. Për të kuptuar me të vërtet një ngjarje kaq komplekse, nuk mjafton ta shikosh vetëm nga një anë. Na duhen, siç i quajti ai, 3 këndvështrime të ndryshme. Atëherë, le t'i hedhim një sy këtyre këndvështrimeve. Atëherë, le t'ja nisim me këndvështrimin e parë, i cili, le ta pranojmë, është ai që na vjen më natyrshëm në mendje. Ky model e paraqet politikën botërore si një tabel shahu gjigante. Shtetet janë lojtarët dhe çdo lëvizje është e llogaritur ftohtë dhe saktë për të arritur fitoren. Ideja kryesore këtu është kjo: supozohet se shtetet veprojnë si një person i vetëm, plotësisht racional. Sipas këtij këndvështrimi, Kennedy apo Khrushchevi thjesht u ulën, analizuan të gjitha opsionet e mundshme dhe zgjodhen atë që do t'u jepte përfitimin më të madh me koston më të ulët. E thjesht, apo jo? Dhe për ta kuptuar më mirë këtë logjik, ekziston një analogji klasike nga teoria e lojrave, e njohur si dilema e të burgosurit. Ky skenar na tregon një të vërtet të çuditshme, si zgjedhjet që duken racionale për individin mund të çojnë në një rezultat jo as të mirë për të gjithë. Tani, le ta zbërthejmë pak këtë. Imagjinoni se jeni i burgosuri A. Nëse B hesht dhe ju traftoni, ju dilni i lirë. Fantastike. Po nëse B trafton, përsëri është më mirë të traftoni, sepse bëni 10 vjet burg në vend të 30. Pra, pavarësisht se çfarë bën tjetri, lëvizja më racionale për secilin është të traftoj. Rezultati, të dy përfundojnë duke bërë 10 vjet burg, ndërkohë që mund të kishin bërë vetëm 1 vit, po të kishin besuar te njëri tjetri. Ky është paradoksi. Mirë, në letër kjo tingëllon logjike, por a funksionon vërtet kështu bota reale? A mundet një model kaq i pastër dhe i thjesht të shpjegoj të gjitha ngatërresat, të gjitha vendimet e çuditshme që u morën gjatë krizës së raketave kubane? Dhe pikërisht këtu Allison na thot stop. Ai argumenton se ky model, lojtari racional, është një piknisje e mirë, por jo më shumë se aq. Është si të përpiqesh të kuptosh një skulptur duke e parë vetëm nga një kënd. Sheh diçka, por humbet pjesën më të madhe të figurës. Pra, le të lëvizim tani te këndvështrimi i dytë ku gjërat bëhen edhe më interesante. Këtu nuk shohim më liderin si një shahist të vetmuar, por shohim të gjithë makinerinë gjigante që qëndron pas tij. Burokracinë, ushtrinë, organizatat qeveritare. Dhe ky këndvështrim na ndihmon të zgjidhim një mister të vërtet nga kriza. Kur avionet spiun amerikan fluturuan mbi Kubë, ata fotografuan diçka të pabesueshme: raketa bërthamore sovjetike, të vendosura hapur, pas një lloj kamuflazhi. Pse do ta bënte Khrushchevi një lëvizje kaq të pamatur? Modeli i parë nuk na jep një përgjigje të mirë. Përgjigjen na jep modeli i dytë. Çfarë na thot ky model? Na thot që shpesh veprimet e një qeverie nuk janë zgjidhje të mirë menduara në moment, por janë thjesht produkte të zakoneve, të rutinave të ngulitura thellë në byrokracitë e mëdha. Edhe ja si u zgjidh enigma, hap pas hapi. Së pari, ushtria sovjetike nuk ishte dërguar kur më parë raketa bërthamore jashtë vendit. Së dyti, manualet e tyre, procedurat standarde, ishin shkruar për pyjet e thella të Rusisë, ku nuk pritej të kishte avion spiun. Pra, kamuflimi nuk ishte pjesë e listës. Kur arritën në Kubë, thjesht ndoqën manualin që dinin përmendësh. Rezultati, një gabim strategjik i pashpjegueshëm, që në fakt ishte thjesht rezultati një rutine. Pra, përfundimi është ky. Raketat e pambrojtura nuk ishin një gaf strategjike e Khrushchevit. Ishte thjesht burokracia që bënte punën e saj sipas rregullave të vjetra.
Veprimet nuk u diktuan nga strategjia e momentit, por nga zakonet e krijuara me vite. Kjo është ajo që Allison e quan fantazma në makinë. Dhe kjo na çon tek këndvështrimi i tretë dhe i fundit, ai që na fut brenda dhomave ku merren vendimet. Nëse modeli i parë sheh liderin dhe i dyti organizatën, i treti sheh betejën e ideve, egos dhe interesave mes këshilltarëve më të lartë. Ky model na thot diçka krejt tjetër. Vendimi final nuk është produkti një mendje të vetme dhe të kthjellët, por është rezultati i pazarllërqeve, negociatave dhe ndonjëherë edhe i një lufte të pastër politike mes krerëve të departamenteve të ndryshme. Dhe ka një shprehje fantastike që e kap thelbin e këtij modeli, ku qëndron varet nga ku ulesh. Me fjalë të tjera, këndvështrimi që mbron një person shpesh varet nga pozicioni që ai mban, nga karriga ku është ulur. Dhe kjo u pa fare qartë në shtëpinë e bardhë gjatë krizës. Generali Taylor, si kreu i ushtrisë, u leshte në karrigen ushtarake, ndaj dhe qëndronte në favor të një zgjidhjeje ushtarake, një sulm major pa paralajmërim. Nga ana tjetër, sekretari i shtetit, Dean Rusk, u leshte në karrigen e diplomacisë dhe natyrshëm qëndronte në favor të një opsioni më pak agresiv, siç ishte bllokada detare. Pra, zgjedhja e bllokadës nuk ishte domosdoshmërisht lëvizja perfekte në shah. Ishte më shumë një kompromis, rezultati i rrëmujshëm i kësaj tërheqje elitarit politik brenda administratës Kennedy. Ishte aq sa një produkt i analizës, aq edhe i politikës. Mirë, i pam të tre këndvështrimet veç e veç, po kur i bashkojmë, çfarë pamje na japin? Po, ato na japin një kuptim shumë më të plot, shumë më të thellë, pothuajse tridimensional të asaj që ndodhi. Pra, ja ku e kemi, një set i plot mjetesh për të analizuar çdo vendim të madh. Fillimisht, pyesim si lojtari racional, cili ishte qëllimi strategjik. Pastaj, si analist organizativ, cilat rutina apo zakone të vjetra hynë në lojë, dhe së fundi, si vëzhgues politik. Kush fitoi betejën e brendshme dhe pse? Dhe interesantja është se ky set mjetesh nuk vlen vetëm për presidentët dhe generalët. Studiuesi Joseph Bauer kanë zbiluar se saksisht të njëjta tre forca, qëllimi racional, rutina organizative dhe loja politike, janë në veprim kur korporatat më të mëdha në botë marrin vendimet e tyre më të rëndësishme. Pra, mësimi kryesor është ky: për të kuptuar vërtet pse ndodhin gjërat e mëdha, nuk mjafton të shikosh vetëm personin në krye. Duhet të shikosh më thellë, të shohësh forcat e padukshme të burokracisë dhe betejat politike që zhvillohen prapa dyerve të mbyllura. Pra herën tjetër kur të shfaqet një lajm i madh, një vendim që trondit botën, pyetja që vlen të bëhet është: apo shohim vetëm lëvizjen e shahistit, apo mund të dallojmë edhe fantazmën në makinë dhe lojën politike që po luhet? Përgjigjja mund të na surprizojë të gjithëve.